Pas disa javësh tensionesh dhe paralajmërimesh për bojkot, deputetët opozitar të Partisë Demokratike u rikthyen në tryezën e Komisionit të Reformës Territoriale. Ky rikthim erdhi në momentin kur Bashuranza po përgatitej të ndryshonte formulën e barazisë dhe të merrte drejtimin e komisionit. Megjithse mbledhja kishte karakter procedurial për miratimin e planit punës, debatet politike vazhduan duke reflektuar shqetësimet e opozitës për ruajtjen e një procesi konsensual. Bashkëkryetari nga PD-ja, Luciano Boçi, kërkoi garanci që produkte përfundimtare të jetë i përbashkët dhe jo një raport i ndarë sipas ngjyrës së partive. Ne duhet kemi një produkt të përbashkët. Nëse ecim me idenë që çfarëdo që themi ne nuk konsiderohet, nuk merret si pjesë e vendimarrjes, si pjesë e propozimeve që faktohen në raportin final apo në daljen finale, atëherë ne jemi në një rrugtim krejtësisht hipokrit dhe formal. Bashkëkryetari tjetër, Arbian Mazniku, nënvizoi se ka ardhur koha që puna të nisë dhe fokusi duhet të jetë tek arritja e marrëveshjeve praktike dhe efikase për reformën territoriale. Mirëbesimi i dhënë tashmë në mënyrë sistematike nga majorancës nuk mund dhe nuk duhet të jetë një mekanizëm për të bllokuar punën dhe për të mos e çuar përpara këtë reformë. Kemi dritare shumë specifike për këtë reformë. Kjo dritare lidhet me faktin që në vitin 2027 Shqipëria mbyll negociatat me Bashkimin Evropian dhe sipas të gjitha gjasave me vullnetin politik dhe të Bashkimit Evropian në 2029-2030 Shqipëria bëhet një vend antar. Mbledhja e radhës do të shërbejë për të avancuar diskutimet dhe për të përgatitur rekomandimet për miratimin final të planit.